çfarë do të më ndihmoj të kem një intimitet të thellë me Zotin. Ai do t'i përgjigjet çdo nevojë time emocionale, sepse shumë herë ne shohim vetëm Zotin e qiejve, por harrojmë që Zoti i qiejve është edhe Zoti i tokës dhe që ai mund të plotësojë çdo nevojë tënde. Thuani si çdo nevojë. Ka njerëz të martuar këtu, me siguri. Sinqerisht, ai plotëson bashkëshorti yt të gjitha nevojat e tua emocionale. Edhe nëse je pranë bashkëshortit, nuk do t'ia thuash për të mos ia lënduar zemrën. Është i qartë që jo. Jo sepse nuk do, edhe personi më i dashuruar do të donte. E di kur dikush është shumë i dashuruar thotë, unë dua të jem Zoti për ty, por nuk mundel. Dhe ka njerëz që e bëjnë një qenie njerëzore Zot. Duhet të plotësosh të gjitha nevojat e mia. Jo, Zoti na ka krijuar që të jemi të plog në të. Kur ti merr gjithë dashurinë nga qielli, do të jesh në gjendje të japësh një dashuri ndryshe, sepse nuk do të japësh dashurinë, dua gjithçka. Nuk më do, nuk më thua mjaftueshëm që më do, nuk më dëshiron sepse nuk bën këtë, dhe pastaj të mungon kjo, dhe nuk më ke telefonuar, dhe nuk më ke kthyer përgjigje. E gjithë kjo ka të bëjë me njerëz të sëmur. E di sepse merr mesazhe, thua kjo është një person i sëmur, nuk e bër, nuk e thën, nuk e bër. Ne nuk jemi zot. Nevojat tona nuk duhet t'i marrim as të tjetri. Sa çifte janë të sëmura, të lodhura, për shkak të një personi që gjithmonë kërkon. Më jep këtë, Bibla i quan motrat, më jep, e keni lexuar, apo jo? Më jep këtë, më jep këtë, më jep këtë, më jep këtë. Ai të thërret 8 miliard herë. Njerëzit nuk mund të përgjigjen nevojave të tua. Amen. Duhet të mësosh të marrësh gjithçka që të duhet nga praninë e Zotit. Dhe kur të telefonosh dik, ndoshta do ta telefonosh këtë person për të ndarë diçka. Shiko, isha e dëshpëruar, shkova në dhomën time, u gjynjëzova në tualetin e qendrës tregtare, sepse dhoma nuk është vetëm dhoma jote. Do të thot vendi i fshehtë, një vend ku nuk ka askënd. Dhe Zoti më foli, isha në ankth, më doli gjithçka. Falë Zotit. Më tha këtë, më qetësoj, bëra një lutje, Zoti është me mua, Zoti është mbariu im, nuk më mungon asgjë. Amin. Pra, vargu që ne duhet ta dim përmendesh, le ta lexojmë së bashku Mateu 6, ku thuhet: por ti, kur të lutësh, hyr në dhomën tënde të veçantë dhe, pasi të kesh mbyllur plotësisht derën, lutu me zemër të hapur dhe për kushtim atij tënd që është. Zoti është kudo, ashtu si ati në fshehtësi, po thotë që në fshehtësinë e atij momenti e përkthyer është në atë moment intimiteti, atyut është në atë moment intimiteti. Nëse ti mbyll derën, atyr do të jetë aty. Dhe thot, është ai që shen në fshehtësi do të shpërblej. Sa herë që marr kohë për të qëndruar me Zotin dhe për të lutur, ai do të më shpërblej. Nuk e bëj për shpërblimin, por gjithmonë do të jem shpërblyer. Amin. Më tregu si është. Nuk e bëj për shpërblimin, por ka një premtim. Dhe premtimi është që gjithmonë do të shpërblehemi. Pra, këtë kohë personale, javën tjetër do të shpjegoj si ta fillosh. Kemi krijuar një rrot lutjeje për të treguar në çdo moment çfarë duhet të bësh derisa të arrish intimitetin. Sepse sot unë që kam intimitet me Zotin, që lutem prej vitesh, tashmë vim me një herë në intimitet. Kur një dik prej vitesh, nuk ke nevojë të fillosh duke thënë: përshëndetje, mirëmëngjes, unë quhem Rosi, si quhesh ti, çfarë bën ti? Pra, lutja e një personi që nuk ka intimitet është kështu: faleminderit Zot për qiellin, për molltin, sa ditë e bukur, përshëndetje Jezus. Kur ke intimitet me Zotin, shkon direkt në fel. Amin.
Ndonjëherë mendoj se ju ka ndodhur edhe juve, kur ke aq shumë intimitet me ditë, po thuaj se haron ti thuash mirëmëngjes. Tashmë i thua, atëherë çfarë mendon për? Pastaj të kujtohet që në mëngjes, për shembull, unë shkruaj pas mirëmëngjesit. Dip të mbar, si të them, më ka ndodhur të harroj të them mirëmëngjes, sepse është intimitet. Ndërsa kur telefonoj dik them, shkemi si je, ditë të mbar, të gjitha këto gjëra, por gjithmonë fillon nga aty për të arritur të diçka më e thellë. Kush dëshiron të ketë një marrëdhënie të mrekullueshme me Zotin? Kush dëshiron vërtet të njohë zërin e tij në fshehtësi? Është e mrekullueshme. Pjesa më e mirë e Zotit është vetë Zoti. Nuk është kisha, nuk janë misionet. Ne bëjmë të gjitha këto sepse duam që njerëzit të njohin atë. Prandaj shkojmë në mision, predikojmë ungjillin, bën lavdërimin, krijojnë kishën. Ai e krijoi për këtë, për të na mësuar të ecim me Zotin. Enoku eci me Zotin. Abrahami, miku i Zotit, i mrekullueshëm. Ajo që duhet të zhvillojnë këtë vit është një misi e thellë me Zotin, që ai të mund të thotë, Gjoni është miku im, Ana është mikesha ime, Fiorella është mikesha ime. Amin. Dhe ai të mundet, ajo që syri nuk ka parë dhe veshi nuk ka dëgjuar, thot Pali te Korintasve, ajo që syri nuk ka parë dhe veshi nuk ka dëgjuar, Zoti e ka përgatitur për ata që e duan. Do të thokë që disa gjëra Zoti do t'u jap vetëm bijve të tij profet, vetëm fëmijëve të tij, atyre që e duan, dhe vendi i fshehtë është vendi i dashurisë. Atëherë, a mund të kesh intimitet me bashkëshortin ose bashkëshorten? Ndërkohë që je në makinë, sigurisht ekziston një lloj intimiteti më shumë intelektual, afeksion, prekje, po apo jo? A mund të kesh gjithashtu intimitet ndërsa ka shumë njerëz përreth? Po, ndoshta shikon një prekje të veçantë. Kuptohen çiftet që kanë intimitet, edhe seksual, vetëm duke i parë, pa bërë asgjë. Sepse ka shikime, prekje, mënyra të caktuara, por është ndryshe të jesh mes njerëzve, të jesh në makinë, të ecësh në rrugë, të jesh në një dhomë të fshehtë, në një kohë për këdheljesh dhe intimiteti apo nuk është ndryshe, sepse nëse nuk është ndryshe pastaj. Uluni aty që ta diskutojnë. Pra edhe nëse dikush thot, por unë flas me Zotin ndërsa ec në rrugë, edhe unë. Por kur jam në praninë e tij, kur e adhuroj atë, aty është një vend i fshehtë intimiteti ndryshe. Amin. Tani le të shohim cili është problemi më i madh për të arritur te e gjitha kjo. E tham më parë që djalli e di që ky është një moment kaq i rëndësishëm për mua. Është momenti im me Zotin, ndaj do të bëj gjithçka që të mos arrij aty. Dhe aty duhet të pozicionohen. Prandaj tani do të flas me ty. Fuqizimi para dhomës së lutjes, zgjedhja, vendimi, pozicionimi. Pra, para se të lutem, thoni me mua, para se të lutem, duhet të jem në gjendje të zgjedh që dua të lutem. Amin. Zanafilla 2:16-17. Perëndia dhe Zoti I urdhëroi njeriu, ha lirisht nga çdo pemë e kopshtit, por nga pema e njohjes së mirës dhe së keqes mos ha, sepse ditën që do të hash prej saj, me siguri do të vdesësh. Perëndia I thot njeriu, mund të prekësh të gjitha pemët përveç kësaj. Çfarë bëri njeriu? Këtë e dini të paktën këtë, apo jo? Edhe pse nuk ishte një mall, nuk shkruhet në Bibël që ishte një mall, ishte një frut. Cili? Mund të ishte edhe një banane, mund të ishte çdo lloj fruti. Nëse Zoti do të donte ta detyronte njeriu, çfarë do të bënte? Do të kishte vendosur një mbrojtje rreth pemës. Një herë thash, po pse nuk vuri një mbrojtje? Askush nuk do të kishte arritur atje. Me një lloj gjëje të tillë. Por nuk mund ta pret. Ndërsa ai tha, ishe të gjitha këto pemë, është ajo.
Nuk buri asgjë për rreth, nuk buri engjëj siç bëri jashtë kopshtit kur nuk donte që njeriu të hynte. Bibla thot se dy engjëj, dy kerubin mbyllin kopshtin, që do të thotë këtu nuk hyn pikë dhe mbaron. Por brenda kopshtit nuk ka mbrojtur asgjë. Ka thënë vetëm, shiko veten. Kjo do të thotë zgjedhje. Që në fillim të Biblës, Zoti na jep zgjedhjen. Ai nuk na detyron për asgjë. Thuajeni si të doni, gjithçka që është e detyrueshme nuk funksionon. Thuaj përsëri, gjithçka që është e detyrueshme nuk funksionon. Zoti na thot, shiko, mbyllën në një dhomë me mua, lutu, hyr në intimitet, por ai nuk do të detyroj ta bësh këtë. Më vjen keq. Jeti ai që me këmbët e tua duhet të shkosh deri në atë vend të lutjes. Bibla flet gjithmonë për zgjedhje. Shiko te ligji i Përtërir 30:15. Shiko, unë sot dhe përpara teje jetën, të mirën, vdekjen dhe të keqen. Do të thot, jepi ai që zgjell. Thuani, jam unë ai që zgjell. Shiko të Romakëve 10:9-11, kur flet për shpëtimin, sepse nëse me gojën tënde do të rrëfesh Jezusin si Zot dhe do të besosh me zemër se Perëndia e ka ringjallur prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Në fakt, me zemër besohet për të fituar drejtësinë dhe me gojë bëhet rrëfimi për të shpëtuar. Sepse shkrimi thot, kushto që beson në të nuk do të shkënjerë. Atëherë shpëtimi është për të gjithë, por nëse thuaj me mua, nëse me gojë ke rrëfyer, je pajtuar me Zotin që Jezusi është Zot, Jezusi është Perëndi, Jezusi është ai që vendos gjithçka. Dhe ke besuar me zemër se Zoti e ka ringjallur nga të vdekurit, atëherë do të shpëtohesh. Është për të gjithë, por duhet të bësh një zgjedhje, duhet të pozicionohesh. Nëse je këtu për herë të parë ose na ndjek online dhe nuk je pozicionuar kurrë. Zot, unë të dua ty, dua të jetoj me ty, dua të besoj te Jezusi me zemrën time, dua ta shpall me gojën time. Kjo është porta që ti të hysh në një marrëdhënie me Zotin. Por duhet të zgjedhësh. Shiko, është një zgjedhje edhe për të bërë gjën e duhur. Historia e Martës dhe Maris, Luka 10:41-42. Por Zoti ju përgjigj, Marta, Marta, ti shqetësohesh dhe je e trazuar për shumë gjëra. Por vetëm një gjë është e nevojshme. Mori. Çfarë bëri ajo? Çfarë bëri ajo? Çfarë? Do me thënë, Jezusi hyn në shtëpinë e Martës dhe Maris. Maria ndaloi gjithçka që po bënte. Ajo tha, është Jezusi dhe ulet te këmbët e Jezusit kështu. Fol, Zotëri. Sa bukur. Marta po pastronte, po rregullonte, gjithë e shqetësuar. Dhe në vend që të dëgjonte Jezusin, ajo vazhdoi të ishte aty në shqetësimin e saj, edhe pse e zemëruar. Jezus, a e sheh që po pastroj shtëpinë vetëm? Gjithçka e bëj vetë dhe ajo shkon të lutet, të dëgjoj ty. Mua më pëlqen që Jezusi nuk i thot vetëm Marta, por i thot Marta, Marta, që ka një domethënie të veçantë. Marta, Marta, po ajo Marta e zakonshme. Motra jote ka zgjedhur pjesën më të mirë. Mund ta pastroje shtëpinë më vonë. Tani jam unë këtu. Në kohën e lutjes, edhe nëse ke 1.000.000 gjëra për të bërë, shtriko ose bëri më herët, por në atë kohë është Jezusi dhe ti je përparësi atij, është më e rëndësishme ta dëgjosh atë. Amen. Nuk do të ndryshoj asgjë nëse është i mbar. Por vetëm nëse dikush po vdes, atëherë vërtet, por duhet të jetë diçka serioze. Amin. Ka një pastor që ka ndëruar jetë, quhet Yun Gi-cho. Kush ka dëgjuar ndonjëherë për të? Ky pastor në Korenë e Jugut, një nga kishat më të mëdha në botë, një protagonist i zgjimit në Korenë e Jugut, që nga budist u bë krishter përmes shërbesës së tij dhe të tjerëve që shkuan tek ai. Një histori që ka bërë xhiron e botës për Yun Gi-cho është se ai kishte një kohë të veçantë me Zotin. Ai kalonte 3 orë çdo ditë në pranitë të Perëndis, duke u lutur vetëm, pastaj për konvet, duke lexuar Biblën e tij.
Ai kishte një sekretare, sepse kisha ishte gjigante. Besoj se kishte, nuk e di, 800.000 anëtar. Dhe tregohet se sekretarja, si pas një pastori që ishte aty, e telefonon dhe e ndërpret duke thënë, pastor që. Dhe ai thot, ta kam thënë tashmë që nuk dua të më ndërpresësh kur po lutem. Pastor që, por në telefon është presidenti i Koresë. Dhe ai ju përgjigj, thuaj presidentit të Koresë që jam në telefon me presidentin e botës. Nuk mund të flas me të. Ashtu duhet të jetë. Nuk ka asgjë dhe askënd që duhet të shpërqendroj. Javën tjetër do t'ju tregoj si t'i largoni të gjitha shpërqendrimet, por në atë moment nuk duhet të ketë asnjë shpërqendrim. Telefoni lart. Por pastor, kur lutem më vinë ndërmend të gjitha gjërat që harroj. Kujt i ka ndodhur ndonjëherë? Sepse është i vetmi moment kur ndalesh. Ndalesh, fillon të thuash, o Zot, fatura apo çfarë tjetër? Merr me vete një kompjuter, një blok shënimesh dhe kur të vi diçka ndërmend, shkruaje. Të shkosh te Vodafone. Shkruaj dhe vazhdo lukjen. Më erdhi një ide të telefonoj Pinco Paolo, do dalësh edhe me një listë të mrekullueshme gjërash që duhet të bësh. Më në fund do kesh një trajtim për gjithë ditën. Pra ajo zgjovi, thoni sirsh, unë do të duhet të zgjedh të krijoj një kohë intimiteti me Zotin. Le të shohim edhe Kainin dhe Abelin, nuk do të tregoj historinë sepse e njihni, nuk kemi shumë kohë. Zanafilla 4 nga 1 deri në 5 flet për Kainin dhe Abelin dhe thotë, më pëlqen ky përkthim që kam sjell këtu sepse thotë që Kaini solli një ofertë për Zotin me disa produkte të tokës. Abeli nga ana e tij solli të parlindurit e tufës së tij dhe i ofroi Zotit pjesët më të mira, pra ai zgjodhi të sillte më të mirën. Kaini solli diçka. Abeli nuk solli thjesht diçka, ai zgjodhi të sillte më të mirën që kishte dhe Zotit i pëlqeu oferta e Abelit, sepse nuk ishte thjesht një ofertë, ishte më e mira që ai mund të jepte në atë moment, Zotit i pëlqeu zemra e tij. Shini, ti ke mundësinë të ofrosh për Zotin kohën më të mirë, gjën më të mirë dhe koha me Zotin varet nga ti. Amen. Këto janë zgjedhje që ne duhet t'i bëjmë. Thuajeni thjesht, e gjithë Bibla flet për zgjedhje, nga Zanafilla deri te zbulesa. Do t'ju tregoj shpejt 7 letrat e zbulesës. Ka qërtime, kush e ka lexuar ndonjëherë? Ka qërtime dhe pastaj ka e dhurata. Dhe ti do të lexosh, përveç se në letrën drejtuar Efesit, është shkruar fjalë për fjalë kështu. Fitimtarit do t'i jap. Kjo do të thotë që për të fituar, unë duhet të zgjedh të shkoj kundër mëkatit të asaj kishe. Dhe thot, shikoni, kisha e Efesit qortim ka humbur dashurinë e parë. Çfarë do të fitoj nëse bën gjithçka për të mos e humbur dashurinë e parë? Do t'i jap të hajë nga fryti i pemës së jetës që është në parajsën e Zotit. Smirna, qortim. Asnjë qortim. U bëhet vetëm thirrje që të përballojnë sprovat. Nëse ti përballon sprovat. Këtu kam shkruar çfarë do të fitoj, por në Bibël është shkruar, fitimtarit do t'i jap, nuk do të dëmtohet nga vdekja e dytë. Kisha e Pergamit qortim ndaj atyre sipas doktrinës së Balaamit dhe të Nikolitëve, atyre që thoshin bëj çfarë të duash se qielli ekziston gjithsesi. Çfarë do të fitoj? Do t'i jap atij një gur të bardhë me një emër të ri. Të tërheq, unë qortoj. Tolerancë ndaj Ezabelit, frym manipulimi që mashtron shërbëtorët e Zotit imorale. Çfarë do të fitoj? Fituesit do t'i jap pushtet mbi kombet dhe do t'i jap gjithashtu yllin e mëngjesit. Jezusi Sardis ose Sardi qortin konsiderohet e vdekur dhe ka vetëm një mbetje veprash të mira. Çfarë do të fitoj? Do të vishet me rroba të bardha dhe nuk do të fshihet nga libri i jetës. Filadelfia, asnjë qortim, lavdërohet për besnikërinë e saj edhe në vështirësi. Nëse i ka përcen vështirësitë, do ta bëjë një shtyllë në tempullin e Perëndis tim dhe nuk do të dalë më prej andej. Dhe e fundit, Laodicea është e vakët, as e nxehtë, as e ftohtë.
Nuk e kupton gjendjen e vet, por fituesit do t'i jap mundësinë të ulet me mua në fronin tim, ashtu siç kam fituar unë dhe jam ulur në fronin e atit tim. Si mund të fitoj nëse nuk e vë veten në provë? Më tregoni. Çfarë kanë fituar? Por Jezusi ka fituar tashmë për mua, por këtu nuk po flasim as për Jezusin, as për shpëtimin. Ai po flet për vështirësitë brenda kishës. 7 kishat e zbulesës janë 7 momente profetike, janë 7 kisha që kanë ekzistuar, janë 7 lloje kishash. Kisha e vakët, nëse ti e fiton këtë, kisha që ka humbur dashurinë e parë, kisha e dhujtare, kisha e hiperhirit. Dhe Zoti po thotë, nëse ti fiton, fituesit do t'i jap. Mbaje mend, duhet të futesh në garë për të fituar dhe të zgjedhësh se në cilën anë do të jesh. Thuaj me mua, unë duhet të zgjedh se në cilën anë dua të jenë. Pra, nëse ti do të lutesh, nëse ti do të kesh një jetë me Zotin, duhet të jesh i pozicionuar. Jam besimtar, kam kohën time me Zotin, e dua Jezusin dhe jetoj për të. Një person i pozicionuar shikon se si vepron. Po, është se të mërshme, por Zoti është me ne dhe ai do të na ndihmojë. Ai person ka një sëmundje, unë do të lutem dhe ne do të nxjerrim diçka. Zoti do të na ndihmojë të dalim prej saj. Për mua është një problem ekonomik, nuk ka rëndësi, vazhdo të lutesh sepse i drejti nuk do të lyp bukë. Një person i pozicionuar është një person që gjithmonë ka një vizion dashamirës sepse ecën në përputhje me fjalën e Zotit. Një person i pozicionuar është një person që i sheh gjërat ashtu siç i sheh Zoti, sepse është i pozicionuar në fjalën e Tij. Ti duhet të jesh i pozicionuar në Zotin dhe në sigurinë që dëshiron të kesh më shumë këtë vit, që dëshiron të njohësh më shumë Zotin këtë vit dhe fjalën e Tij. Nëse nuk pozicionohesh, nuk do të bjerë nga qielli. Kjo është lajmi i keq. Nuk do të bjerë nga qielli. Intimiteti është një arritje. Amen. Por kur je intim, atëherë vërtet Zoti do të flasë ndërsa je në rrugë, Zoti do të flasë ndërsa je duke vrapuar, Zoti do të flasë ndërsa je duke notuar. Kur ne filluan kishën tonë, unë po notoja në një pishin, u zgjova një ditë duke menduar se duhet të notoj, notova, kam marrë pjesë në gara, kështu që prej vitesh nuk shkoja. Dhe ndërsa notoja, flisja në gjuhë të huaja gjatë natit, dikush thot, si e bëje këtë? Këtu. Fryma e shenjtë më tregon një person dhe më thot, evangelisti i madh, të solla këtu që ti flasësh atij djali për mua. Që sot është besimtar, Andrea, shërben në Jezusi i gjallë. Kudo që të jesh, Zoti do të flasë. Kam bërë një udhëtim në Europë ku pothuajse në çdo tren takoja gjithmonë një çift, isha 25 vjeç me çantën time në shpinë, po udhëtoja nëpër Europë, shija gjithmonë këtë çift dhe Zoti më thot, unë dua që ti flasësh këtij çifti. Atëherë shkoj në banjë për një moment dhe e gjej atë që më thot. Unë dhe i dashuri im kemi ardhur të bëjmë një udhëtim në Europë për të zbuluar kuptimin e jetës. Kalova orë të tëra me ta, vendosa të ndryshoja programin tim për të shkuar atje ku po shkonin ata, për të folur për Jezusin. Dhe pas një viti, ata u martuan u bën misionar në Tenerife. Për ato udhëtim, sepse kur ti ke intimitet me Zotin, ai do të flasë kudo që të jesh, por fillimisht duhet të stërvis në dhomë që të dëgjosh mirë shpirtin e shenjtë kur të dalësh prej andej. Amin. Dhe Zoti do t'ja jap këtë dhuratë të gjithëve ne këtë vit. Dhe gjëja e fundit që është shumë e rëndësishme, ne ende as nuk jemi në dhomën e lutjes. Kjo është paradhoma. Mos lejo që askush të largojë nga qëllimi i mirë. Unë do të lutem dhe unë do të lutem. Dhe dua të lexoj këtë pjesë të fundit me ju, që është një pjesë që më pëlqen shumë, ndodhet në librin e Nehemias. Thot kështu, Sanballati dhe Geshemi më dërguan të më thonë, eja dhe të takohemi bashkë në njërin nga fshatrat e luginës së Onas. Ata donin të më bënin keq. Unë u dërgova atyre lajmtar për të thënë, unë jam duke bërë një punë të madhe dhe nuk mund të zbres. Thuaj kështu, unë jam duke bërë një punë të madhe, nuk mund të vi. Punimi dhe të mbetej pezu nëse unë du të lija për të zbritur tek ju.
4 herë si foni. 4 herë. Ata më dërguan të njëjtën gjë 4 herë. Eja ka diçka për ty. Ata donin t'i bënin keq, donin t'i shpërqendronin vëmendjen Nehemias nga puna e tij, nga ndërtimi i mureve të qytetit. Dhe thot, 4 herë ata më dërguan të njëjtën gjë. Dhe unë ju përgjigja atyre njësoj. Lup lundem. Jo, por do të jetë shumë e bukur kjo festë. Më vjen keq, kam marrë tashmë një takim me Zotin. Jo, por shiko, është vetëm barbequ e sot. Më vjen keq, kam vendosur të agjeroj, vi në grill, por nuk ha. Po, pastorët e Napolit edhe sot më thonë, janë traumatizuar nga pastori Subir, i cili kishte ardhur dhe po bënte një agjerim vetëm me ujë për 40 ditë. Dhe kishte shkuar në Napoli, a i adhuron mozzarellën, pra e adhuron dhe bëri kështu. Dhe ata thanë, e përshtyu mozzarellën. Po, sepse unë po agjeroj. Asgjë nuk do të më shpërqendroj nga ajo që po bëj. Sepse nëse ti nuk je i vendosur, nuk funksionon. Tani nuk më kujtohet, ndonjëherë e përmend këtë histori, por gjithmonë harroj emrin e atij djalit që nuk donte të konkuronte të dielën në lojrat olimpike. Ai tha, të dielën? Jo, por janë në lojrat olimpike. Më mirë i humbas lojrat olimpike, por të dielën unë nuk punoj, nuk bëj asgjë. Më mirë humbas sepse jam i vendosur. A i fitoj atë vit medaljen e artë me lojrat olimpike, sepse Zoti nderon ata që e nderojnë ata. Pozicion o veda, është e kot të vish këtu dhe të thuash, Jezus të dua që të shkallësh dhe jogja, sepse ndonjëherë ne këndojmë gënjështra. Kujt i pëlqen kënga nuk kam parë, ajo që ka regjistruar pas Gjuli. Ajo që thot është ai. Si thot ajo, më tregoni parë. Është për të qele të gjitha me dashuri dhe me gëzim. Më tregoni. Vërtet? Është për të qele të gjitha me dashuri dhe me gëzim. Është e vërtet, disa njerëz mund ta këndojnë, por të gjithë po largohen me dashuri dhe gëzim. Ndonjëherë të thonë, Zot, jam agjerueshëm, nuk mund të ha sallat. Me dashuri, me gëzim, nuk mund të ha sallat. Jam agjerueshëm, adhuroj Zotin tim, por bëj diçka më të madhe se vetja. Amen. Ndonjëherë mendoj se ne këndojmë gënjeshtra. Por u qetësova sepse pash një postim dhe një vajzë që ishte krejtësisht larg Zotit, vërtet shumë larg Zotit, dhe tha, unë shkoja në kish dhe isha. Ato këngë më punonin brenda, sepse nuk mund t'i këndoja asnjërin prej tyre. Dhe atëherë u konvertova, thash mirë, atëherë fillohet duke gënjur dhe pastaj thuhet e vërteta. Sepse ndonjëherë jemi kështu, bëj nga unë një sakrificë. Dhe pastaj Zoti të kërkon një sakrificë, ti thua, oh, Zot, sakrifica. 4 herë e njëjta gjë dhe unë përgjigjesha në të njëjtën mënyrë. Atëherë shën ballad më dërgoi të më thoshte të njëjtën gjë për herë të 5. Nëpërmjet shërbëtorit të tij që mbante në dorë një letër të hapur, në të cilën ishte shkruar, po përhapet fjala mes këtyre popullsive dhe gasmola është i bindur se ti dhe hebrejt po planifikoni të rebeloheni, dhe për këtë arsye po rindërton muret. Dhe si pas asaj që thuhet, ti duhet të bëhesh mbreti i tyre, madje ke ndërtuar edhe. Madje profetët të kanë caktuar që të shpallesh mbret i Judës në Jeruzalem. Këto fjalë do t'i raportohen mbretit. Prandaj mendoje mirë dhe të flasim bashkë. Unë i bëra të marrim përgjigje. Gjërat nuk janë ashtu siç thua ti, por je ti që i shpik. E gjithë kjo njerëz donin të na trembnin dhe thoshin, do ta humbasin guximin dhe puna nuk do të bëhet më, por tani, o Zot, më forco. Asgjë nuk e largon nga rruga e tij.
por ata kanë folur keq për ty, prandaj sot nuk luten, sepse unë vi në praninë e Zotit me dhimbjen, pa dhimbjen, me shpisjen, pa shpisjen, me probleme, pa probleme. Nuk ka asgjë që duhet të në shpërqendroj nga koha ime me mbretin e mbretërve, Zotin e zotrëve. Ndonjëherë, nëse kemi një takim me kryetarin e bashkisë, nëse të japin një takim me presidentin e Republikës dhe Senatit, nuk mund të mungosh, arrin një qerek ore më herët, parfumosur dhe i veshur mirë. Ndërsa kur kemi kohë me Zotin, ne gjithmonë e lëm Zotin në vendin e fundit. Dhe pastaj duan që Zoti të përgjigjet të gjitha lutjeve tona. Por Biblia thot, kush kërkon mbretërinë e Zotit mbi çdo gjë tjetër, nuk ka pse të shqetësohet se çfarë do të hajë, çfarë do të pi, çfarë do të bëjë, sepse ai, kur ti e vendos atë mbi çdo gjë tjetër, do të kujdeset për ty. Amin. Por 2025, viti i trajnimit dhe i fuqizimit shpirtëror.